Në 12 qershor 2025 në Tiranë do të zhvillohet konferenca e dytë e nivelit të lartë të drejtorive të përgjithshme të doganave të Ballkanit Perëndimor dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, me temë Partneriteti doganor për një Europë të lidhur, thellimi i bashkëpunimit doganor, CEFTA-s, Bashkimi Evropian për lidhje të pandërprera. Konferenca mbledh për herë të parë në Shqipëri drejtoritë e përgjithshme të doganave të Ballkanit Perëndimor dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, së bashku me përfaqësues të Komisionit Evropian dhe institucioneve përkatëse rajonale dhe ndërkombëtare, për të riafirmuar angazhimin e tyre për thellimin e bashkëpunimit doganor në mbështetje të procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian, në vazhdon e bashkëpunimit të përforcuar në Europë, siç u miratua së fundmi gjatë Komitetit Politik Evropian të mbajtur në Tiranë më 16 maj të këtij viti. Zgjerimi i Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor është investimi më i rëndësishëm gjeopolitik i Bashkimit Evropian. Gjatë këtij takimi pritet të nënvizohet roli thelbësor i doganave në lehtësimin e tregtisë dhe promovimin e integrimit ekonomik në të gjithë rajonin. Temat ku do të përqendrohen diskutimet e pjesëmarrësve janë forcimi i bashkëpunimit rajonal, doganor dhe përmirësimi i tregtisë midis CEFTA-s dhe Bashkimit Evropian. Konferenca do të shërbejë si platformë për një iniciativë të re që synon forcimin e partneriteteve doganore dhe është një mundësi unike për të parafruar përpjekjet rajonale me praktikat më të mira të Bashkimit Evropian dhe për të ndërtuar një treg të përbashkët rajonal më të fortë. Eventi është organizuar nga Administrata Doganore Shqiptare, Agjencia Italiane e Doganave dhe Monopoleve, Sekretariati i CEFTA-s, projekti SEED Plus dhe Sekretariati i Komunitetit të Transportit dhe do të mirëpritet nga Administrata Doganore e Shqipërisë.